Është mbajtur mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak të Lushnjës. Relacionet e paraqitura nga ana e administratës u paraqitën para Këshillit për shqyrtim, diskutim dhe miratim. Pikat më të debatuara kanë qenë shtesa me 50 milion lek për klubin e futbollit të Lushnjës dhe paketa e tatim taksave për vitin 2026. Në ikjen e shtesës së fondeve për klubin e futbollit, edhe pse u debatua në fund, shtesa u miratua me shumicën e votave nga këshilltarët e majt. Debati më teshëm ishte në pikat që do të ndryshohen në projektin për tatimet dhe taksat vendore. Pjesa më e madhe e tyre, se duhet ta themi se e keni merak që për shembull kjo lehtësimi i fëmijëve dhe i familjeve që kanë nevojë për kopshte të qellit më pëlqen si iniciativë, por kam dhe kritika. Ajo që nisi Erioni thoshte lidhur me komisionin që do u sjellë kanalizim. Edhe unë si Erioni mendoj po kështu si ai. Ka ardhur një më përpara, 2%, tani e kanë çuar 5%, bëjnë dhe presionin mbrapa që do ikim, nëse ne nuk e marrim të. Po dhe ata ta kryen vetë mirë atë funksionin dhe detyrën që kanë atje, se nuk është se shkëlqejnë ata atë që drejtojnë këtë institucion, sepse kemi plot informacione që ka fshatra që po doni të them dhe në rast konkret, dush fshat nuk ka ujë gjysma, nuk i vete fare kanalizim. Nëse ratuar investimin dhe në fillim viti tjetër do bëhet shkrimta e linjës së re në të gjithë fshatrat e njësisë administrative të kush. Kështu që japim dhe lajmin e mirë atyre banorëve. Mirë, e duam. Vitin tani sigur po na zgjidhin hallet e mëdha këtu. Po, patjetër, në shkollë çdo kush, por ama po kanë këllë që ti në shkojnë gjithë. Po ca nënës e ca babës, jo këtë lere se ky jo. Do marrim të tjetrin, këtë bobekin, të vëmë gjobë, plotësojmë numrin e gjobave. Të lutem mos të prit. Të lutem. Sepse janë akuza shumë të rënda. Të lutem. Si janë akuza, janë fakte, po dhe një faktoj. Po patjetër, t'jap dhe fakt tjetër më poshtë. Nuk është akuzë e rëndë kjo. Po kanë këllë që ata dalin dhe të heqin makinat me qera, t'i vënë gjobat. Pse se bëjnë të? Me që qeka kërkesë jona e 1 vjeçare, 2 vjeçare. Po ke pas një tarif mo që ke miratuar dhe ke vjetë. Cilën tarif? Ky relacion. Po cilën tarif? Për në parkime kishte? Si? Nëse mbaroni të sqaroj unë gjithë apo. Jo. Në muajin korrik ose në fillim të gushtit, ndjes për datën se nuk e mbaj mend, ju është dërguar një njoftim të gjithë anëtarëve të Këshillit Bashkiak, ku është kërkuar që të mblidhet një tryezë me gjithë ju për të diskutuar për gjithë menaxhimin e klubit, si në të ardhura shpenzime dhe çfarë mendojnë për të ardhmen. Nga të cilët në atë mbledhje Këshilli është përgjigjur zoti Klement Çela dhe ka qenë i pranishëm dhe Profesor Pirro Kallajgjiu dhe patjetër ka qenë gjithë stafi teknik dhe unë personalisht. Dhe gjatë diskutimeve që u bë, u dakordcua që ne, për të ngritur një ekip kompetitiv, për të cilin e mbështes këshilltarin që rezultatet kanë lënë për të dëshiruar, ne pranojmë që të rishikojmë kontrata dhe të marrim futbollistë të cilët t'i përgjigjen kategorisë për cilën bënin pjesë. Në atë diskutim, mbasi janë parashtruar të gjithë shpenzimet që menaxhohen nga ky klub futbolli, është diskutuar që të bëhet një rritje prej 15 milion lek të reja që në muajin korrik. Dhe unë jam përgjigjur duke thënë që në këtë mbledhje të radhës unë ju mundësoj vetëm një 5 milion lek të reja me rishikimin e buxhetit dhe një 5 milion tjetër do t'ja u sjell në muajin tetor mbas rishikimit tjetër. Që besoj për këtë gjë kam qenë shumë e qartë dhe zotëria që është këshilltar ka qenë shumë dakord dhe ka pranuar që vërtet nuk e dija që klubi pas ka kaq shpenzime. Nëse duhen akoma në mënyrë më të detajuar, doni informacione, mund të pyesni, ju kthejmë përgjigje dhe u japim të gjithë të dokumentuar. Ashtu siç u thash dhe në mbledhjen e asamblesë së sportit, në muajin qershor keni pas raportin e auditit, bilancin dhe pasqyrat financiare ku keni pas të dhëna të çdo të ardhure dhe çdo shpenzime që ka pas ai klub. Dhe në fakt nga askush nga ju nuk ka pasur asnjë pyetje, asnjë diskutim. Kështu që kjo shtesë fondi që ju është propozuar sot, është në kuadër të asaj bisede që është bërë pikërisht në këtë sallë Këshilli, ku është kërkuar që ne të ngrem një ekip si duhet. Që ekipi ka problematika, patjetër ka, dhe në mbledhjen e kaluar ja u kam thënë që i kam dhënë urdhër stafi teknik, të cilët kanë bërë procedurat
që disa futbollistë të marrin dhe penalitete financiare që të kuptojnë që nuk mund të tallen me taksa paguesit lushnjak. Ishin paraqitur disa ndryshime në nivelin e taksave, rritja e nivelit të gjobave nga policia bashkiake dhe të tjera që u miratuan nga Këshilli me shumicë votash. Burimi njerëzore vetë, cila Burimi njerëzore s'ka se si detyrimin e bën bashkia. plusje është detyrim ligjor. Kështu që ne jemi prapë të Burimi garit. njerëzore që ka. Tani për çfarë votimi është ky? Tani ky është që a do jetë i sjellë si agent dhe të marrë 5% për mbledhjen e taksave që i do marrë 5%. Si do të votosh? Po, jo,